Bashkimi Demokratik për Integrim Dega e Çajirit ka reaguar ndaj siç thonë vazhdimit të ndërtimeve të objekteve të banimit në mënyrë të paligjshme ose në rrethana të dyshimta në territorin e komunës së Çajirit. Në Çajir po vazhdon ndërtimi i objekteve të banimit në mënyrë të paligjshme ose në rrethana shumë të dyshimta. Këto ndërtime po bëhen me tolerim të institucioneve komunale, të cilat pasojat janë shumë të qarta. Rrugë të bllokuara, mungesë parkingu, presion mbi infrastrukturë dhe humbje të hapësirave publike. Ndërkohë vendimarrësit në komunë nuk jetojnë në Çajir. Ata jetojnë në komuna të tjera si Buteli, ndërsa Çajirin e përdorin si vend për përfitime financiare nga ndërtimet. Kjo situatë nuk mund të vazhdojë. Sot i bëjmë thirrje publike komunës së Çajirit të ndalojë menjëherë çdo tolerim ndaj ndërtimeve të paligjshme dhe çdo marrëveshje që lejon uzurpimin e hapësirave publike. Institucionet ndëshkuese kanë detyrim ligjor të veprojnë. Nëse nuk veprojnë, përgjegjësia do jetë e tyre. Nga sot, BDI Çajir do të fillojë identifikimin e çdo parcele dhe çdo hapësire publike ku tentohen ndërtime të paligjshme. Çdo rast do të bëhet publik, çdo rast do të denoncohet para institucioneve kompetente. Qytetarët e Çajirit kanë të drejtë të mbrojnë hapësirën e tyre dhe cilësinë e jetës së tyre. Kjo është thirrja e fundit që institucionet të veprojnë.